Rrjedhin alatët. E dytë për dashësullë. O, e ne është ndezur? Okej. Ço do të pyesni? Po ka nisur pak kënaqësitë e para zoti Berisha, dashnor Sule është tërhequr, sepse nuk e keni futur në listë mbyllur, ka qenë më i votuar i primareve. Asnjë gjë e tillë nuk ka, ai është një njeri i respektuar plotësisht. Nuk mundet kurse si që të mbaj një qëllim, por kjo listë këto mundësi kishte. Është përjashtuar nga lista apo ka qenë në listën e hapur? Jo, lista e hapur s'është përjashtuar, as mund përjashtohet, por ai ka meritat e veta. Natyrisht nuk mbase se di se unë po marr vesh nga ju. Keni Se komunikuar ky është vetëm problemi. zotin Sula? Jo, Ju ka s'kam dërguar komunikuar. zoti Sula mesazhe për Mund tani ky imi këtu ka mira mesazhe, edhe mund të ketë dërguar, nuk e përjashtoj mundësitë. Por kjo që mund t'i them, ai është njeri i respektuar. Zoti Berisha, po është bën kjo procesin e primareve sepse ai ishte më i votuari në qarkun e Elbasanit. Sigur në listën e Elbasanit? Nuk është në listën e sigurt. Jo, shiko, mos shkoni në ekstreme. Primaret janë një kriter themelor. Edhe me diasporën që janë angazhuar. Ja, pa diskutim. Me merita, nuk jam hor kush. Çfarë merita nuk pati zoti Berisha? Prit tani një minutë. Nuk u bashkua shpejt PD-s? Këto janë teknika të dëshpruara. Teknika të dëshpruara, ju doni të mundoni emrat e atyre që dolen. Në zyrë, çfarë kishte son dëshmitë e skapistëve në gjykatë? Keni hequr emrat që janë votuar nga primarët. Shpëtuat nga një telefonat ju nga Lali Vjellsi, që të shkoni këto të bëni ato. Jo, nuk e bëjmë. Nuk e bëjmë ne këto, ne merremi me ju zoti Berisha. Pse më të votuarit nuk janë në listë sigurt? Ja. Kush janë më të votuarit që janë në listë? Tani të miratohet lista, se s'është miratuar. Nuk më shkon mua tani të nxjerr listën kur s'është miratuar. Po një nga 5 çështjet më të rëndësishme Elbasani, ju më të votuari nuk do e keni as kandidat zoti Berisha. Ajo nuk dihet, ajo është motiv. Kështu ka deklaruar, Ajo deklaron, po Mund të ketë pastaj surprizë, mund të mësojmë me Zoti mirë. Berisha ka një ide publike që ju më shumë se sa për 11 majin po mendoni për 12 majin. E vërtetë është për qeverinë. Po mendoj për qeverinë pas 12 maj. Zoti Berisha, po largimin e alatëve. Në rast se humbi zgjedhjet. Tani unë po them që do të jetë po përgatis qeverisë e ardhshme, ti thua ato. Po Zoti Berisha, nuk mund pajtohen pa po pajtuar. Si komentoni largimin e alatët? alatëve? Një prej partive aleate ka deklaruar që Vasil Steriovski do të shkojë drejt Partisë Socialiste, pra ka dhënë dorëheqje nga koalicioni juaj. Sa ç'është i vjetër njeriu është dhe tradhtia. Nuk e çipon. Nuk e çipon. Sukses.